Si duhet të jetë mënyra që një grua e zgjuar të ndikojë ke burri i saj? Me gjitha metodat, hoxha i notës, i kam pas thonë këta nonat e vjetra të Tiranës, i thoshin për gratë, thoshin i ka fol hoxha i notës në vesh. Pra me kuptimin që gruaja ka, le të themi, gjitha shanset dhe mundësit të influencojë te bashkëshorti i saj në vendime dhe në qëndrime, dhe këtu vjen ajo shpreha që ju përmendet që mas çdo një suksesshëm është një grua, le të themi, e zgjuar apo e urtë apo e mençur e kështu me radhë. Kështu që normalisht që ajo ka, le të themi, instiktet e veta se si. Jo, ka atë që quhet magjia halal, sihrul halala. Hipnoze i thënë sot. Kështu që ajo ka të gjitha hapësirat sepse Zoti i Madh, Zoti qofshin fal, e ka gatuar mashkullin ta tillë që çdo lloj gjëje që i vjen nga ana e bashkëshortes, atë e mahnit e kënaq. Dhe thjesht ajo duhet të di si ta paketoj, duhet të di se si ta ofroj atë magjin e saj, në thonjza gjithmonë, edhe do ta shohësh burrin i cili do të jetë shumë i përkushtuar, shumë i dhënë. Dhe në momentin që gruaja sillet si burr me burrin, domethënë ai thot diçka dhe kjo më njëherë debaton, për çdo gjë i përgjigjet, për çdo gjë i jep një përgjigje, për çdo gjë e bën një pasthirrm, për çdo gjë fillon pastaj situata dhe ftohet. Pra, duhet kuptojmë se, domethënë, jemi në një situatë përplotësimi dhe nuk jemi për një situatë konflikti dhe përballje. Domethënë, këtë gjë femrat, bashkëshortet duhet ta kuptojnë se në jetën bashkëshortore patjetër duhet të jetë dikush që tërhiqet. I takon mashkullit, si le të themi, si një psikologji tjetër, të tjetë ai i pari që bën tërheqjen, mirë po nganjëherë edhe atë e merr, le të themi, vrulli situatës, atëherë duhet të jetë bashkëshortja e cila bën tërheqjen.